Për njerë po shprehen ashtu emocionalisht, kom një dhimbje mjaft thellë. Në vitin 2022, Komuna e Skënderajt ja ka dhënë në shfrytëzim një operator ekonomik këtë hapësirë në fshatin Polas për 99 vjetë. Investitori ka pas me ndërtu një fabrikë. Punimet për ndërtimin e saj kanë fillu, megjithatë fabrika është larg funksionalizimit. Sidoqoftë kjo nuk është tema kryesore të cilën kemi ardhur me trajtu. Kemi ardhur me trajtu çështjen e objektit të shkollës fillore Drenica këtu në Polac, ose më mirë me thonë ish objektit, pasi objekti është rënu tërësisht nga operatori ekonomik që ka me ndërtu fabrikën. Megjithatë, ky rënim është bërë në kohën kur objekti i shkollës ka qenë në proces të vlerësimit për të futur në listën e trashëgimisë së mbrojtur. Komuna e Skënderajt thotë se zyrtarisht nuk ka qenë informuar, ndërkohë nga qendra rajonale për trashëgimi në Mitrovicë nuk kanë pranuar me fol për temën. Derisa procesi i vlerësimit nëse objekti i shkollës i plotson kushtet për të qenë në listën e monumenteve të mbrojtura nisi në korrik të vitit 2024, në janar të vitit 2025, qendra rajonale për trashëgimi mori vendim refuzues, duke u arsyetuar se tashmë objekti i shkollës i cili përfaqëson të vlerat historike dhe kulturore është i rënuar tërësisht. Me 2 korrik 2024, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore kishte kryer inspektimin e terren dhe i kishte rekomanduar qendrës rajonale për trashëgimi ta bëjë vlerësimin e objektit. Po ashtu kishte rekomanduar të njoftohet Komuna e Skënderajt për pezullimin e aktiviteteve të kufizuara në këtë hapësirë. Sidoqoftë, vetëm me 13 janar 2025, qendra rajonale për trashëgimi mbajti takimin e parë në lidhje me këtë rekomandim. Pra, 8 muaj nga kur inspektorati kishte kryer inspektimin e terren. Shkolla në Polac ka qenë një objekt që nuk posedon ndonjë vlerë as të aspektit arkitektonik, as në i vlerë përveç një pjesë e memorias të gjeneratave që kanë mësua atu, e që edhe unë e kam krysh një pjesë të shkollës të mesme në atë objekt, por që ne nuk mund të mbesim peng i zhvillimit ekonomik në kuptimin asoj për me rru diçka që disa gjenerata kanë mësu e në rastin konkret edhe në vetë kam kry shkollën e mesme në atë objekt. Dhe kjo do duhej të parashija edhe bëharë zonale, sepse zona në të cilën është shtrihet parcela publike, është zonë me destinim afarizëm. Dhe ne kemi aplikuar tonë, kemi marrë konfirmimin e ligjshmërisë, ndërkohë që inspektoratin këtë rast nuk ka komunikuar, nuk e di që kanë qenë, nuk kemi pas asnjë shkresë zyrtare, dhe operatori ekonomik ka pas gjitha drejtat me vepru në pronën, cilën e ka marrë në shfrytëzim, madje ne kemi ofruar gatishmëri për ndihmë operatorit ekonomik deri në finalizimin e projektit. Pra, zyrtarisht nuk keni qenë dieni që inspektorati veç ka nisë procesin me vlerësu nëse shkolla i plotson kushtet ose jo? Unë kam ndigju kështu, thashë theme, domthonë zyrtarisht nuk kemi qenë të njoftuar absolutisht. E gjitha është e qëllimshme për fillimit kur ajo parcela dhe është dhënë me dhënë për një kompani e cila do duhet tashmë t'ja kthente pronën komunës, sepse nuk ka arritur me realizu biznesin, edhe në vend sekretari i komunës ta thepte në përgjegjësi atë kompani dhe ta merrte pronën sërish për veti, shkojnë edhe rënojnë një institucion që përfaqëson vlera kulturore shpirtore të komunitetit lokal. E gjitha ka qenë një tendencë për mos me pranu një gabim edhe me shku deri në fund një veprimi klandestin kriminal për bindjen time. Sidoqoftë rënimin e këtij objekti e përjetuan në rënd ata që për dekada mbajtën në duar ditarin e kësaj shkolle. Sa i përket historikut të shkollës, shkolla fillore Drenica në Polac është ndërtuar prej vitit 1963-64. Mund këtë vit kam qenë edhe si nxënës i kësaj shkolle në klasën e 2. Shkolla ka punuar vazhdimisht deri në vitin 2021. Ka qenë për lavdat kjo shkollë, është e njoftën edhe në Drenicë sa i përket sukseseve, rezultateve, edhe të punëtorëve, edhe të nxënësave që kanë dalë nga kjo shkollë. Për njerë po shprehen ashtu emocionalisht, kom një dhimbje mjaft thellë sa i përket si shkollë, se kjo është deshtën bile me metë si monument.
Kallzo.com ka provuar të marrë qëndrim nga kompania Tehnoburimi, e cila e ka rënuar objektin në fjalë me 20 dhjetor 2024, por përfaqësues të kësaj kompanie nuk u deklaruan.